duhet të them një di fjalë për vllaun tim Hakanin. Hakan, jam krenar që të njoh edhe ti je një njeri i mrekullueshëm dhe dëshiroj që të jesh në vendet më të mira në karrierën tënde, të kesh shëndet dhe të jesh i lumtur me familjen tënde. Por edhe mos të harrosh se kur don të luash kanter, edhe duhesh të më thirrish edhe të më thosh se hajde të luaj. Ajo Edi të jetë online, ama mos të më thirrë mu edhe të luajmë. Të përshëndes zemër. Bye. E falenderoj shumë Osmanin për këtë video dhe për video tjera në fakt që më ndihmoi që do t'i shfaqim pas pak. Ne zakonisht ju bëjmë kështu surpriza mysafirëve me qëllim sepse janë interesante kur njerëzit e afërt thonë diçka që mbase nuk i kemi ne nuk i dim për ty, kështu që është më mirë kur ato vetë i thonë dhe publiku në këtë rast edhe publiku dëgjon më shumë. Dhe atë që e the ti pak më herët, sapo u konfirmua sepse keni një atmosferë shumë të mirë, duket që po bëni edhe shaka ndërmjet veti dhe unë kur e kam parë videon kam qenë shumë në fillim që tha edhe për pjesën e kanterit. Pa ja, kjo është dëshmi që realisht e kemi ambientin tepër të bukur, për publikën thjesht informative, ajo është drejtori i teatrit ton, kështu që nuk kemi birokraci jashtë madhe, por thjesht është një ambient shumë i bukur realisht.